Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në dashuri, dita e sotme ju sjell mundësi të reja për të përmirësuar marrëdhënien me partnerin. Mos u trembni të shprehni ndjenjat dhe dëshirat tuaja, pasi hapja sjell afrim. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të zgjojë interes të veçantë. Në punë, do të ndiheni të motivuar dhe të gatshëm për të marrë iniciativa të reja. Kujdesuni për shëndetin duke mos e tepruar me ushqimin dhe duke gjetur kohë për relaks. Financat mbeten të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Besoni në instinktet tuaja kur merrni vendim. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Në marrëdhënie, sot mund të ndiheni paksa të ndjeshëm dhe të kërkoni më shumë ngrohtësi nga partneri. Përpiquni të flisni hapur për ndjenjat tuaja, pasi komunikimi do të forcojë lidhjen. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të papritur ndaj dikujt në rrethin miqësor. Në aspektin profesional, një sfidë e vogël ju shtyn të tregoni këmbënguljen tuaj. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj lodhjes mendore, ndaj gjeni kohë për të pushuar. Financat janë të mira, por mos rrezikoni me investime të pasigurta. Vetbesimi do t'ju ndihmojë të përballoni çdo situatë sot. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Sot do të ndjeni një energji të re në dashuri dhe mund të rindezni pasionin në marrëdhënien tuaj. Për beqarët, një bisedë e sinqertë mund të çojë në diçka më shumë. Mos nguroni të merrni iniciativën në lidhjet tuaja romantike. Në punë, do të keni ide të freskëta që mund të vlerësohen nga kolegët apo e prorët. Kujdesni për shëndetin emocional duke gjetur kohë për aktivitete që ju relaksojnë. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, ndaj shmangni shpenzimet impulsive. Sot është dita e duhur për të vendosur prioritete të reja në jetën tuaj. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Marrëdhëniet romantike sot kërkojnë durim dhe mirëkuptim, partneri mund të jetë më i ndjeshëm se zakonisht. Për beqarët, një njohje e re do të kërkojë kohë për të zhvilluar, ndaj mos nxitoni. Tregohuni të kujdesshëm me fjalët dhe veprimet që mund të ndikojnë ndjeshmërinë e të tjerëve. Në punë, do të duhet të bashkëpunoni për të arritur qëllimet. Ruajtja e ekuilibrit mendor është kyçe për shëndetin tuaj sot. Financat mund të përmirësohen nëse bëni një plan të qartë shpenzimesh. Qëndroni të hapur ndaj këshillave që mund të merrni nga të afërmit. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri, dita sjell pasion dhe energji pozitive, duke ju ndihmuar të afroni më shumë me partnerin. Beqarët kanë shanse të mira për të filluar një lidhje të re, veçanërisht nëse janë të hapur ndaj surprizave. Tregoni vlerësim për ata që ju rrethojnë dhe do të merrni mbështetje në kthim. Në aspektin profesional, një lajm i mirë mund të vijë nga një koleg ose shef. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik. Financat janë stabile, por mos harroni të kurseni për të ardhmen. Vendimet e marra sot do të kenë ndikim afatgjallë. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot, marrëdhëniet tuaja romantike kërkojnë më shumë vëmendje dhe përkushtim. Mos lejoni që keqkuptimet e vogla të rriten, por diskutoni hapur çdo shqetësim. Për beqarët, një mik i vjetër mund të shfaqë interes më të madh se zakonisht. Në punë, mund të përballeni me detyra të reja që kërkojnë organizim. Shëndeti është i qëndrueshëm, por keni kujdes me lodhjen fizike. Financat mund të përmirësohen nëse bëni zgjedhje të mençura. Sot është dita për të reflektuar mbi synimet tuaja personale dhe profesionale. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në dashuri, sot do të ndjeni nevojë të ndani më shumë kohë cilësore me partnerin tuaj. Beqarët do të kenë mundësi të njohin dikë interesant në një ambient të ri. Tregohuni të hapur dhe të sinqert në komunikim me të dashurit. Në punë, do të ndiheni të frymëzuar për të nisur projekte të reja. Shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit, ndaj praktikoni teknika relaksuese.
Financat janë në një fazë të mirë, por mos bëni investime të nxituara. Sot është dita për të ndërtuar plane të qarta dhe për të ndjekur ëndrat tuaja me vendosmëri. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Marrëdhëniet romantike sot mund të përballen me disa tensione të vogla për shkak të keqkuptimeve. Përpiquni të dëgjoni më shumë partnerin dhe të tregoni mirëkuptim. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm me personat e rinj që takojnë. Në punë, një detyrë e vështirë do të kërkojë përqendrim maksimal. Shëndeti mund të ndikohet nga lodhja mendore, ndaj bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat kërkojnë vëmendje dhe menaxhim të mirë. Sot është e rëndësishme të ruani qetësinë dhe të mos merrni vendime të nxituara. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot, dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes suaj, duke sjellë harmoni dhe mirëkuptim me partnerin. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të fortë ndaj dikujt që nuk e kishin vënë re më parë. Komunikimi i hapur do të sjellë rezultate pozitive në marrëdhënie. Në punë, do të njiheni për përkushtimin dhe përgjegjësinë tuaj. Kujdesuni për shëndetin duke ushqyer mirë dhe duke bërë aktivitet fizik të lehtë. Financat janë të qëndrueshme, por mos neglizhoni detajet e vogla në transaksione. Sot është dita për të forcuar lidhjet me njerëzit e rëndësishëm për ju. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Në jetën sentimentale mund të ndiheni të pavendosur për një çështje të rëndësishme. Përpiquni të dëgjoni zemrën dhe të mos e lini pasiguritë t'ju pengojnë. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur nga dikush i largët. Në punë do të keni mundësi të shfaqni talentet tuaja dhe të fitoni vlerësim. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni pushimin e mjaftueshëm. Financat janë në rritje, por mos u tërhiqni nga tundimet për shpenzime të mëdha. Sot është koha për të bërë plane afatgjata dhe për të ndjekur objektivat tuaja. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Dashuria sot sjell një ndjenjë sigurie dhe qetësie, partneri ju mbështet në çdo hap. Për beqarët, një takim i rastësishëm mund të kthehet në diçka më të thellë me kalimin e kohës. Ndani mendimet me të afërmit për të marrë këshilla të vlefshme. Në punë, do të jeni të përqendruar dhe efikas, duke arritur rezultate të mira. Kujdesuni për shëndetin përmes një regjimi të rregullt ushqimor dhe aktiviteti fizik. Financat janë të mira, por tregohuni të matur me huat ose borxhet. Sot është një ditë e mirë për të ndarë sukseset me të tjerët. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Në marrëdhënie, sot do të ndiheni më të hapur ndaj ndryshimeve dhe mund të merrni një vendim të rëndësishëm. Për beqarët, një miqësi mund të marrë një kthes romantike. Tregohuni të sinqert me veten dhe të tjerët për të shmangur keqkuptimet. Në punë, një projekt i gjatë afron drejt përfundimit dhe do të merrni vlerësime për punën tuaj. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje ndaj pushimit dhe ushqimit të ekuilibruar. Financat janë të stabilizuara, por mos rrezikoni me shpenzime të mëdha. Sot merrni kohë për të reflektuar mbi arritjet dhe synimet tuaja.